Antović, advokat Ljubomir Pantović, s autorizim Vladimir Tomić prezent, Vladimir Tomić prisutan, advokatin Miloš Delović sipas autorizimit, punomoćju, Dušan Maksimović me advokatin Jovana Filipović, prakticën Jovana Filipović, përfaqësues të polëve të dëmtuara për Alban zastupnici oštećeni Rashiti Najmrodari, je se dhe për Shirim Shaqiri, advokat Ofisiona Ismaili, nuk është prezent advokati palës së dëmtuar Njëve, Jetë Ljumbunjoka, advokati Arjanit Koci. Arjanit Koci. Trupi gjykus është përbërje të njëjtë, Sudsko veće u istom sastavu, Burim Kafexhiu është përfyesi i gjykatës së bashku me Mirveti Tullari. Prisutni su i sudski prevodioci. Dëshmitarja Dragana Antonijević është paraqitur. Svedokinja Dragana Antonijević, da li je prisutna? Dragana Antonijević. Dragana Antonijević. Si duket nuk është paraqitur dhe nuk isha konfirmim është. Kako izgleda nije prisutna, nisam imao neku potvrdu da neće biti prisutna. Mbas provat që deri më tani ka pranuar gjykata, Na osnovu dokaza koje smo do sada pribavili, su në mënyrë të rregullt. Ista nije primila uredni poziv, konkretno, për të dëshmitaren e ka pranuar ftesën do të bëjë saj Dragoljub Antonijević. za svedokinju poziv je primio njen otac Dragoljub Antonijević, I cili në forme kalon të hapur mundësinë se do të paraqitet në seancën e koji na neki način je ostavi kao otvorenu mogućnost da će ona biti prisutna na današnjem ročištu, por në e pranimit të ftesës ka deklaruar se njëjta gjendet në Serbi. ali tokom prijema tog poziva on je izjavio da se ista nalazi u Srbiji. Po ashtu ka cekur një datë kur do të mund të kthehej. Također je naveo jedan datum kad ona će se vratiti. Për këtë dëshmitare, gjykata konsideron se Za ovu svedokinju sud smatra nuk ka arritur që të arsyetoj mungesën. da nije uspjela da obrazloži svoje odsustvo, Gjykata ndërkohë do të pret. Do të këtë arsyetoj këtë mungesë. sud će u međuvremenu čekati da li će ona obrazložiti Apo thënieve, odsustvo apo thënieve të besueshme ili njih, znači navoda koji su poverljivi, dhe pas kësaj do të marrë vendim i nakon toga će nëse njëjta do shoqërohet rješenje da li će ista përmes organit policisë apo da li će isto dolaziti do t'i dërgohet ftesa për së organa policije ili pa ćemo poslati za pushtet. Nuk do të mund vazhdojmë seancën e sotme. U ovim uslovima ne možemo nastaviti sa sudskim ročištem. Seanca radhë është që paraqitur. Naravno, Caktuar në datën 27 tetor me këtë orës 9:30. ročište je zakazano za 27. oktobar u 9:30. Në seancën e radhës do të dëgjojë dëshmitarin nga Republika e Maqedonisë. Na naredno ročište bit će saslušan svedok iz Republike Makedonije. Gjykata me kohë përmes bashkëpunimit me juridim ndërkombëtar ka vënë përmes Ministrisë së Drejtësisë ka vënë kontaktin me autoritetet e Republikës së Maqedonisë së Veriut. Sud je blagovremeno putem Ministarstva pravde, znači kontaktiraju sa organima Severne Makedonije. Në para datës kur do të lidhemi me gjykatën atje, do të bëjmë një check I prije datuma da se povežemo sa sudom tamo, mi ćemo već kontrolisati, do të bëjmë një provë, znači dhe të jemi të gatshëm për datën 27. izvršit ćemo probu i da vidimo da li smo spremni za dan 27. Proces verbale në seancën e shumëshimit në datën 27 tetor.